Jam në bisedime me një djalë, mirë po ai po më kërkon para ose dhurata. Po je pa mend, vazhdo jipi parë këtij djalit që po flisni dhe po njihesh me të. Ka ca njerëz të tillë të smur që në momentin që shef në një lloj afrimiteti fillon dhe kërkon para. Tani kjo pyet aty jap, po nuk patë mend, jepi. Po nuk po që pa mend, po që në rregull nga mend bëj blok. Edhe subhanallahu, kjo e folmja nuk është kështu siç mendon dikush. Nëse dikush të flet dhe kërkon që të njihet me ty apo të krijojë raporte, menjëherë orientohet tek prindi. Nuk ka pse më vazhduan muhabete në gjona dhe ja, kërko para. Mund të shantazhoj me mesazhe, me gjëra. Pse me çu veten deri në stres dhe pse me çu veten deri në siklet. Shumë mirë, faleminderit, për çdo gjë ky është numri i babit tim. Dhe babi e merr djalin e ul, flet me të, pastaj nëse babai e shef që është tamam, njëri serioz, krijon mundësinë për të ulur me gocën e tij. Nëse babai e shef që ky është mashtrues, si puna këtij që kërko ka parë, ja pret rrugën që zhvillim. Por për mendimin tim duhet prerë kjo rrugë, kjo formë komunikimi, edhe kujdes me këta njerëz, kujdes me këta njerëz.